Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të sjellur një ngjarje pranë jush që në fakt më ka tronditur edhe mua. Ë, Në një lagje të Napolit, vëllau vret motrën sepse nuk e duronte dot më dhe telefonon policin për t'ia treguar rastin. Ndiqni ngjarjen e cila në fakt na ka shokuar dhe tronditur të gjithëve. Ishte mëngjes i zakonshëm në një lagje të qetë të Napolit, një mëngjes që askush nuk e imagjinonte se orët do të shndroheshin në një lajm kombëtar, në një tragjedi që do të trondiste edhe zemrat më të forta. Në orët e para të ditës, linja e urgjencës 112 u përplas nga një telefonate e çuditshme, e rëndë dhe e mbushur me dridhje. Kam vrar motrën time, ju lutem ejani. Në atë moment askush nuk e kuptoi se çfarë tmerri i priste. Kur karabinierët arritën në adresën e dhënë, derisa ishte gjysmë e hapur dera, brenda ishte një heshtje ftohtë e cila mbyste gjithçka. Në dyshemen e dhomës së ndenjës gjendej e shtrirë Noemi, vajza vetëm 23 vjeçe, e humbur për gjithmonë. E goditur disa herë me thik, me një dhunë që nuk përputhej as pak me marrëdhënien që dikur e konsideronin lidhje e fortë e vëllait edhe e motrës. Pranë dritares me sytë e ngrirë dhe duart që i dridheshin, qëndronte Vinecio, i vetëm, i mpirë dhe i çoroditur. Nuk bëri asnjë përpjekje për të ikur, nuk kërkoi ndihmë, nuk bërtiti, vetëm që u dorëzua. Po, unë e bëra, thot ai. E kam humbur mendjen. Nuk mundesha që ta duroja dot më, tha me një zë të ulët para oficerëve. Por, çfarë në të vërtet kishte ndodhur brenda kësaj banese dhe imagjinoni në raportin vëlla dhe motër. Noemi dhe Vinencio jetonin me nënën e tyre në një apartament të thjeshtë në Nola. Të dy të rinj, të dy në moshë delikate, të dy pacientë të një qendre të shëndetit mendor. Prej muajsh mjekët kishin paralajmëruar se të rinjt kishin nevojë për kujdes të vazhdueshëm, për mbështetje dhe për trajtim, por familja nuk e kishte imagjinuar kurrë se një ditë problemet e tyre psikologjike do të përplaseshin kaq tragjikisht me realitetin. Do me thënë, Noemi dhe Vinencio kanë jetuar në një apartament dhe kanë qenë me probleme mendore. Dhe doktorët kanë thënë tek familja, më kanë urdhëruar që dy fëmijët tuaj nuk duhet t'i mbani në banesë, por duhet të trajtohen, sepse do të harje puna deri këtu. Sipas hetimeve, ai mëngjes nisi me një debat të vogël, diçka e zakonshme, diçka që ndodh në shumë shtëpi, por tek Vinenzo, diçka brenda tij u nxit pa pritur, si një stuhi e brendshme që shpërtheu pa paralajmërim. Agjitimi i tij u kthye në dhunë, dhe dhuna brenda pak minutash në një tragjedi të pakthyeshme. Gjatë sulmit Noemi nuk arriti të kërkonte as ndihmën. Gjithçka ndodhi shpejt me një intensitet të frikshëm. Thika e kuzhinës, që zakonisht përdorej për përgatitjen e mëngjesit, u kthye në armën e fundit të jetës së saj. Do me thënë e gjitha ka ndodhur në mëngjes dhe me thikën e mëngjesit Vinencio ka vrarë motrën e tij Noemin. Ajo që ndodhi pas krimit, e cila e bëri historinë edhe më të rëndë që Vinencio i përfshirë nga paniku dhe nga çmenduria e momentit, mori telefonin dhe telefonoi nënën e tij. Me kamerë të ndezur, i tregoi trupin e pajet të së bijës dhe zëri i nënës, britmat, lutjet për ta lënë trupin për të mos e prekur më thikën, përziheshin me frymëmarrjen e rëndë të Vinencios. Ishte një skenë që prindërit nuk e imagjinonin as në mangthet më të errta. Më pasi ka telefonuar prindërit, me të njëjtin telefon në dorë, djaloshi formoi numrin 112. Zëri i tij ishte i trazuar, i paqartë, i lodhur
dhe oficerët që morën telefonatën e përshkruan si një nga momentet më të vështira të karrierës së tyre. Kur karabinierët hyrën brenda, Vinencio nuk u përpoq që të largohej, nuk krijoi rezistencë, përkundrazi dukej sikur ishte i dorëzuar para vetes, para botës, para realitetit që sapo kishte krijuar me duart e veta. Thika e kuzhinës u gjet në tokë, e mbuluar me gjurmët e gjakut. E gjitha ngjarja mbeti në heshtjen e asaj dhome, ndërsa mjekët e emergjencës konfirmuan që ata ishin tashmë të dukshëm. Noemi nuk jetonte më. Fqinjët i përshkruanin si njerëz të qetë, të mbyllur në vetvete, të përkushtuar ndaj nënës së tyre. Asnjë precedent të dhune, asnjë konflikt i madh i dokumentuar. Po sikur shpesh ndodh ajo që shihet nga jashtë nuk është gjithmonë e vërteta e plot. Hetuesit tani po zhiten në historinë e tyre. Vizitat e shpeshta në qendrën mendore, mjekimet e përbashkëta, epizodet e ankthit, raportet e ndërlikuara brenda familjes, luftat që mund të kishin shpërthyer në mënyra të rrezikshme, ndoshta kjo tragjedi nuk lindi atë ditë. Ndoshta kishte kohë që rritej e fshehur derisa shpërtheu në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. Në komisariat ai u tregua i qetë, i dorëzuar, sikur energjia e jetës i ishte shuar. Isha i acaruar, nuk e duroja dot më, nuk e di se çfarë më ndodhi. Kto ishin deklaratat e djalit në fjalë. Por këto fjalë nuk e kthejnë kohën mbrapa. Nuk e sjellin më Noemin, nuk e shërojnë në nënën që humbi vajzën dhe djalin në të njëjtën ditë. Njëra u nda nga jeta dhe tjetri u shkatërrua nga gabimi tragjik. Sipas tyre, sot apartamenti ku ndodhi ngjarja qëndroni i mbyllur, i heshtur, i ftohtë. Në shkallë ende flitet për atë mëngjes, për vëllain që mori jetën e motrës, për nënën që u gjet para një tragjedie që askush nuk e meritonte. Napoli është mësuar me histori të vështira, por kjo ishte ndryshe. Ishte më personale, më familjare, më e pashpjegueshme. Banorët e zonës thonë se do të duhet të vinte ndoshta dekada që kjo histori të harohet. Kjo ngjarje na kujton një të vërtet të frikshme por reale. Shëndeti mendor nuk është një çështje që durohet. Nuk është një fenomen që injorohet, është një bombë që duhet trajtuar, mbështetur dhe monitoruar. Dhe ndonjëherë, kur familjet nuk kanë ndihmën e duhur, kur sistemi nuk arrin të mbështesë të gjithë, tragjedi të tilla bëhen edhe më të paimagjinueshme. Videoja e kësaj historie ndoshta do të prek shumë njerëz, do t'i bëj që të reflektojnë, do t'i bëj prindërit të kuptojnë rëndësinë e sinjaleve të hershme, do t'i bëj vëllezërit e motrat të çmojnë njëri tjetrin, do t'i bëj të gjithë të pyesin, por si mund të ndodhë një gjë e tillë mes dy fëmijëve të së njëjtës nën? Si mund të një moment i vetëm të shkatërrojë një familje të tërë? Ndoshta përgjigjja nuk do gjitet asnjëherë, por dhimbja e kësaj ngjarje do të mbetet gjatë në kujtesën e Napolit dhe të gjithë atyre që e dëgjojnë. Unë mund të jap në fakt një përgjigje të vogël, sepse është kjo që ne duhet të punojmë me fëmijët edhe duhet ta kuptojmë që familja ka më shumë vlerë se çdo gjë. Mua më vjen shumë keq, unë jo më kot e preka këtë histori sepse dua të jap një këshill edhe ndaj familjeve shqiptare, sepse ne kemi shumë raste të ngjajshme tek shqiptarët që ndodhin këto fenomene. Unë dua t'u them që më shumë se ka rëndësi në jetë familja, nuk ka rëndësi asnjë gjë.